Vllaznia u mbet shkëlqimin e saj përballë luftëtarit në Gjirokastër duke u mundur me rezultatin 2-1 në javën e 16 të Superligës. Zhgënjimi i kësaj sfide për shkodranët duket se nuk po gjen ngushëllim dhe për këtë gjë, sipas teknikut Bushati ka ndikuar dhe terreni vështirë i fushës së luftëtarit, pa lënë jashtë edhe formën jo të mirë të 11-vjeçes së tij në këtë sfidë. Starton i qartë në ide luftëtari Edi Martinit që kërkon të shtyjë përpara për të rrezikuar vllaznin. Presioni vendasve ndihet dhe është pikërisht një ndërhyrje Belishës në ndikimin e kundërshtarit, që thuajse tregohet fatal duke rrezikuar autogolin që në të shtatën. Megjithatë, goli mbërrin shumë shpejt dhe mundi gjirokastritëve shpërblehet me anë të Fonsekës. Braziliani ndërhyn sakt me kokë duke i dhuruar avantazhin skuadrës së tij në të 18-ën. 1-0 dhe për vllaznin përveç presionit të kundërshtarit i shtohet edhe rëndesa e dizavantazhit të golit. Ndonse në dizavantazh, shkodranët arrin të gjejnë mundësi për të balancuar shifrat. E për këtë mendon Gjini që në të 29-ën ndërkon topin në këndin e pambuluar të gardianit vendas duke rihapur sfidën. 1-1 dhe gjithçka nis nga e para. Barazimi duket se nuk përtypet mirë nga vendasit që nisin me njëherë të reagojnë. Çaço arkon në zonë për Norën, por ky i fundit e ka të pamundur të devijojë topin në rrjet. Sërish bëhen kërkues bluzind, tenton Fonseca, por braziliani nuk arrin objektivin pasi mbrojtësi Semina është më i shpejt se ai. Kaq mjafton për këtë pjesë të parë ku të dy rivalet kthehen në dhomat e zhveshjes me llogaritë e hapura. Me rikthimin në fushë gjithçka përmbyset dhe vllaznia ndeshkohet për së dyti. Në të 65-ën luftëtari ka të drejtën legjitime për të festuar pas golit të vulosur nga Boci që realizon objektivin e avantazhit. Disa minuta më pas, edhe pse vendasit janë në avantazh, bëhen sërish kërkues dhe Fonseca tenton me kokë drejt portës, por aty Vujadinović ndërhyn sakt. Edhe pse vendasit gjenden me 10 lojtarë në të 79-ën pas daljes me të kuq të autorit të golit të dytë Bocit, gjirokastritët arrin të mbajnë lart ritmin për ruajtjen e rezultatit. Tashmë të dorëzuar përballë rivalëve, vllaznis nuk i mbetet gjë tjetër veç se të nënshtrohet minutave që ecin në disfavor të saj duke bërë që vërshëllima e fundit e kryesorit Jorgji të vulos përfundimisht fitoren e luftëtarit 2-1, duke ndezur kështu edhe shpresën për një largim të shpejt nga zona e ftohtë e klasifikimit. Ndërsa për vllaznin pritshmëri një fitore thjesht e arritur në një sfidë të lehtë. Kështu mund të përshkruhet takimi përballë dy rivalëve, Kukësit dhe Apollonis. Veriorët janë mjaftuar vetëm me një gol. Goli i cili e ka udhëhequr formacionin e Armando Cungu drejt fitores me rezultatin minimal 1-0, duke arkivuar kështu 3 pikë me vlerë në këtë javë të 16 të Superligës. Nga ana tjetër, formacioni fierak është munduar shumë për të arritur minimalisht barazimin në këtë transfert, por ky objektiv nuk arriti të konkludojë, duke bërë që rezultati i nënshtroi fatit që këtë radhë fliste në favor të Kukësit. Një start i bindshëm dhe i shpejt bën që veriorët të koordinohen sakt në gjysmëfushën e miqve, duke depërtuar po aq thjesht në defensivën e tyre në kërkim të zhbllokimit të rezultatit. E pikërisht kështu ndodh. Pas shumë pak minutash nga vërshëllima që sinjalizoi hapjen e kësaj sfide, vjen edhe ndëshkimi për miqt. Kuksianët nuk gabojnë dhe është pikërisht Popović ai që firmos mbi golin e avantazhit për skuadrën e tij. Në të 13-ën, nis aksioni nga e majta e sulmit duke bërë që një harkim në zonë të shfrytëzohet më së miri nga Popović, që dërgon sakt me kokë topin në rrjet, duke dhënë goditjen e parë pritshmërive të Apollonis. 1-0 dhe ky rezultat me kalimin e minutave bën që të kuptohet se është fatal për Apollonin, pasi përpjekjet e miqve për të bilancuar rezultatin nuk janë produktive si në pjesën e parë, po ashtu dhe në të dytën. E me këto shifra në fuqi përfundon edhe kjo sfidë, që i dhuron fitoren Kukësit që mund lehtësisht Apollonin duke sfumuar kështu pritshmëritë e miqve për të dalë minimalisht me një pikë nga kjo sfidë. Pikë të cilat janë vërtet jetike për fierakët e vendit të fundit që pas 16 javësh kampionat kanë arritur të Në javën e 16 të kampionatit, Kastrioti vulos fitoren 2-1 në shtëpinë e tij përballë Laçit. Për vendasit kanë mjaftuar golat e Shehajt dhe Turdiut, ndërsa Laçi është mjaftuar me golin e vetëm që mban firmën e Nimanit, gol i cili ka më shumë vlerë statistikore për miqt. Pritshmëritë e Kastriotit për fitore shfaqen shumë shpejt, pasi me një herë dhe në sulm dhe vetëm 4 minuta pas vërshëllimës së parë të kryesorit, avantazhi vuloset në favor të tyre. Goditja e parë për formacionin e Stavrinicës i vështirëson pozitat e kurbinasve, por në fakt kur mendoj që gjithçka ishte më e lehtë për Kastriotin, vjen edhe reagimi konkret i miqve më shpejt nga çpritej. Në harkun e 3 minutave ose më saktësisht në të 7-ën, Valdano Nimani shmanget sakt mbrojtjes duke gjetur hapësirën e dur për të realizuar. 1-1 dhe llogaritë rihapen duke bërë që gjithçka të nis nga e para. Ekuilibrat në rezultat nuk përtypen nga të dy rivalet që kërkojnë maksimumin në këtë sfidë, por minutat në vijim nuk sjellin ndryshime, për këtë të dy skuadrat kthehen në dhomat e zhveshjes pa fitues momental. Me rikthimin në fushë rihapet bedeja për rezultat. Kurbinasit tentojnë shpesh herë të arrijnë avantazhin, por pa sukses. Momenti i vështirë për miqt vjen në të 61-ën, ku Turdiu në dy luftime kokë me Danajn prek traversën, duke bërë që topi të bjerë pingull me tokën
duke mos e qartësuar kështu në qoftë se topi ishte brenda apo jashtë vijes fatale. Megjithatë, goli nuk vonon shumë dhe vetëm pas pak minuta shkrutanët shpërblen me një 11 metrësh që fitohet nga Turdiu dhe ekzekutohet saktë nga Poai, duke i dhuruar golin e përsis skuadrës së tij. 2-1 dhe i tillë mbetet ky rezultat deri në minutën e fundit të këtij takimi, që vulos fitoren e Kastriotit dhe humbjen e Laçit në këtë transfert, duke bërë që diferenca. Në Vlorë ka fest. Ndeshja 100 për Lenën me vlonjatët kthehet në një triumf bindës ndaj Tomorit në shifrat 5-2. Ernest Gjoka duke se ka vendosur balancat e duhura në ekip, duke regjistruar fitoren e 4 të radhazi në kampionat. Vlonjatët zgjidhin gjithçka që në pjesën e parë, aty ku arrin të shënojnë 3 herë, me anë të Zeqirit, Memellit dhe Muzakës. Në të dytën, do të shkurtoj Mitraj për Tomorin, por flamurtari reagon shpejt, me Memellin, që siglon të 14 në këtë sezon. Muzaka i shton një tjetër nga pika e bardhë e 11 metrave, dhe në fund Muzhaj shënon sa për statistik për Beratasit, që mbi jetesën e shohin mision të pamundur. Për flamurtarin, konfirmohet vendi i tretë në renditje, dhe Europa është vërtet pranë. Grimt kishte ashtu siç pranoi dhe Dede në fund të ndeshjes, por mungoi fantazia dhe finalizimi. Të tjerë faktorë këto që sipas teknikut ndikuan në një nga sfidat më të spikatura dhe të drejtpërdrejta të javës së 16 të Superligës. Kthimi i tifozëve në shkallët e stadiumit Qemal Stafa e konfirmon pritshmërinë. Një tjetër dëshirë e plotësuar për trajnerin Dede, i cili debuton me barazimin 1-1 kundër Teutës në rikthimin e tij në pankinën e Tiranës. Një ndalesë kompromentuese për Bardeblut që rrëshqasin në klasifikimin e përgjithshëm. Mund të kënaqet Teuta, pika e marrë në transfertën kryeqytetase mban formacionin e Maganit në vendin e dytë. Gjithsesi, bregdetarët mund merrnin më shumë nga kjo ndeshje, por nuk arritën të ruanin e përsinë e golit të Yshmerit, duke u arritur vetëm 8 minuta më pas nga Bilaliaj. Sfida nis me Tiranën në sulm dhe është Gilman Lika që tentoni pari portën e Rizvanit. Shkodrani lirohet mirë në hyrje të zonës, por nuk kalibron si duhet gjuajtjen e tij që shkon larg mbi tra. Bardeblut shtyn përpara me të gjitha forca, Duro në minutën e 5 kërkon një 11 metrësh, nuk mendon kështu Jemini që bën shenjë që loja të vazhdojë. Gjithsesi, ky episod nuk ul kërkesat e vendasve, vuan por mbrohet mirë Teuta që rrezikun e parë të vërtet e regjistron në minutën e 31. Arkimi nga e djasta i Da Silvës gjen Xhafaj në qendër të zonës, në pozicion Lika, ndërsa momenti i fundit i mirë për Dursakët në pjesën e parë vjen me një tjetër arkim në zonë, por këtë herë topi i goditur nga Sheta shkon lart. Mbyllet me Tiranën në sulm pjesa e parë, ngulmues të besuarit e Dedes që i afrohen avantazhit në minutën e 42. Duro gjuan fort nga e djasta, por gjen të përgatitur Rizvanin që ruan të paprekur rezultatin për fraksionin e parë. Tirana nuk e ul ritmin në dhomat e zhveshjes dhe kthehet në fushë kërkuese. Sërish pa ftohtësinë e dur Bardeblut që në minutën e 62 surprizohen nga Yshmeri. Fatale Aresa që i bëhet meskushorit në qendër të zonës, i cili me një goditje të saktë ndal topin në rrjet. Festojnë Dursakët, ndërsa për Tiranën sfida bëhet në ngjitje. Dede ndërhyn menjëherë në formacion duke hedhur në fushë Limanin e Abilaliaj, e gjetur kjo lëvizje pasi vetëm 2 minuta më pas, sulmuesi do të barazonte shifrat. Trekëndësh i mbyllur në mënyrën më të mirë nga Abilaliaj që shënon një gol me të vërtetë të rëndë. Kjo konfirmohet dhe nga rezultati që do të vulosej në shifrat 1-1, në fund nga një pikë për 2 skuadrat, por me më shumë vlera për Teutën. Skuadra e Maganit mban pozicionin e saj si ndjeksa më afërt e Skënderbeut, megjithëse tani ndjen pas krave flamurtarin. Zbret në vendin e 5 Tirana, që tani sheh përpara jo vetëm vlonjatët, por dhe Kuksin. Me një sfida mes Besës dhe Shkumbinit në fushën Kavajase. Faktori fush për Besën duket se nuk ka qenë shumë vendimtar në këtë takim pasi verdhezin duhet të kënaqen vetëm me një pikë të akumuluar në javën e 16 të kampionatit. Ndërsa për formacionin e Kristaq Miles rezultati duket i kënaqshëm për transfertën delikate të Kavajës. Nisin me një ekuilibër të barabartë të dy rivalet që përpiqen të studiojnë njëri tjetrin, por fillimisht është Besa që thye në akullin e para. Një faull i fituar në hyrje të zonës shndërrohet në gol nga Darlim Bajaziti duke i dhuruar avantazhin skuadrës së tij që në të 12-ën. 1-0 dhe për Besën gjithçka duket më e lehtë, por goli thjeshta ngacmon agresivitetin e Shkumbinit që nis të reagojë me anë të Vangjel Miles. Iriu depërton lehtë në zonë duke shmangur mbrojtësit, por gjuajtja e tij nuk përmbush pritshmëritë e aksionit, duke çuar topin mbi travers. Sërish bën kërkues Peqinasit po me Milen që siluron nga distanca duke detyruar gardianin Alban Hoxha të grushtojë për të shmangur rrezikun. Minutat e futbollit të bukur ndërpriten për pak çaste pasi fillojnë acarimet në fushë me stafin teknik të Shkumbinit, por gjakrat qetësohen shpejt dhe çdo gjë nis në normalitet.
Vijon sulm informacioni Kristaq Miles, por roveshata e sulmuesit brenda zonës përballë me portën nuk rezulton efektive për të devijuar topin drejt rrjetës. Vuajtjet e Besës dhe pse gëzojnë avantazhin nuk pushojnë dhe presionin për shkumbinin e shton Endri Magani, që provon forcën nga distanca duke lëshuar një gjuajtje potente që shkon shumë pak mbi travers. Rasti më i mirë për të shënuar i miqve vjen në minutat shtesë të pjesës së parë, kundër hyrja e Alban Hoxhës është vendimtare për të shmangur golin. Përfundon kështu ky 45 minutësh me Besën triumfuese që rezistoi mjaft kundër sulmeve të herpasershme të miqve. Me rikthimin në fushë kavajësit tentojnë ta nisin me një marsh ndryshe duke u përpjekur të sulmojnë. Berisha godet në zonë, por aty Kotori grushton sakt. Shkumbini rikthehet lojës së mëparshme duke u hedhur në sulm në kërkim të barazimit. Luca në të 58-ën i gjendur në pozicion disi të prirët me portën nuk arrin të realizoj, por asgjë nuk ka mbaruar ende. Goditja e rënd për kavajasit vjen në minutën e 63. Vangel Mile fiton një faull që për kryesorin përkthehet në 11 metësh. Pran topit është Luca që nuk gabon këtë radhë duke rihapur sfidën në 1-1. Gol shpresë ky për Shkumbinin që tashmë merr frymë më i qetë pas barazimit. Minutat kalojnë dhe ritmi nga të dy krahët bie disi duke mos patur ndonjësi gjatë kohës së mbetur. E në fund të gjithçkaje, me rezultatin në fuqi 1-1 mbyllet kjo sfidë me vërshëllimin e fundit të kryesorit Pashaj, që vulos për kacinë një pike për secilin. Në futbollin shqiptar ndodhe edhe kështu. Rezultati një ndeshje, lodhja e një skuadre që arrin një barazim të rëndësishëm në një transfert kundër forcës numër 1 të kampionatit, të idhet poshtë vetëm nga një gabim foshnjërak dhe naiv për të mos thënë diçka tjetër. Episodi nuk është shumë nëse thuhet qesharak, ndodh në sfidën mbyllëse të javës së 16 të Superligës Skënderbeu-Bylis. Në fushë gjithçka mbyllet 2-2, por pastaj mësohet se ballqotët kanë futur në fushë 6 lojtar të huaj. Thyerje rregullore, zgabim teknik dhe gjithçka mund vendoset në tavolinë me fitoren 3-0 të Korçarëve. Por në pritje që kjo të vendoset, sfida e luajtur në fushë ka treguar edhe një herë se kampionati nuk është mbyllur. Tjetër mësim i mirë për Skënderbeun që gjithsesi nëse merr 3 pikë në tavolinë, vazhdon të forcojë pozicionin në krye të klasifikimit. Duhet mbaj kokën pas Bylis, pse jo të dëshpërohet për këtë gabim, që megjithëse zgjati vetëm 4 minuta, kompromentoi dhe hodhi poshtë gjithçka. Ndeshja nis me njëherë me fishek zjarre, Plaku dërgon topin në rrjet, por më parë për sulmuesin ishte sinjalizuar një pozicion jashtë loje. Ky episod nuk e trem Bylis, që në fillim rrezikon me Meton, ndërsa në minutën e 9 surprizon të gjithë me golin e avantazhit. Izoçuku kërcen me kokë mbi të gjithë e kote edhja shehit, ndërsa festa është e gjitha për miqt. I menjëhershëm reagimi i skuadrës së Jocës që zgjat vetëm 8 minuta avantazhin e Bylisit. Nga 30 metra, Pejic mbyll me topin në rrjet një goditje dënimi, duke kthyer sërish ekuilibrat në rezultat. Minutat në vazhdim shohin një ndeshje të hapur, skuadrat kërkojnë golin e dytë, por dhe luftojnë shumë në mesin e fushës, ku dhe loja është më e ashpër. Gjithsesi është Pejic që ka mundësinë më të mirë për të përmbysur shifrat në pjesën e dytë. Ja shkon goditja me kokë e kroatit, ndërsa minutat e fundit të këtij fraksioni janë me të vërtetë emocionuese. Bylis rrezikon sërish portën e shehit, por në krahun tjetër, Pejic është i pafat duke u ndalur vetëm nga traversa që mban në fuqi barazimin për këtë fraksion. Pjesa e dytë nisi e para, tjetër gol i anulluar për Plakun, ndërsa Peter me kokë rrezikon t'i bëjë një tjetër dhuratë skuadrës së Shënsoit. Nuk ka surpriza, por është Bici që në minutën e 57 përmbys gjithçka në favor të Skënderbeut. Gol i rëndësishëm i mbrojtësit që vendos në panik miq, mbase ky është dhe shkaku që mund të justifikojë veprimin naiv të teknikut Shënsoi dhe stafit të tij. Në minutën e 64, trajneri hedh në fushë John Huan për Arifaj. Tani janë 6 të huaj në fushë, duhen 4 minuta që ballqotët të kuptojnë këtë dhe del nga fusha Peter për t'i lënë vendin Kelmendit. Korrigjimi shpejt, por nuk shpëton Bylis. Kjo do të mësohet në fund, por deri atëherë ballqotët do të arrinin një ndërmarrje të vështirë, duke barazuar me Izoçukun në minutën e 81. Të koda përpjekjet e dy skuadrave në fundin e sfidës, rezultati përfundimtar i asaj që prodhoi fusha është 2-2, tjetër do të jetë ai që do të dalë nga zyrat e disiplinorit, me shumë mundësi 3-0 për Skënderbeun dhe vetëm në këtë mënyrë Korçari